Jozi merr vendimin e papritur ndaj gjestit e dërgon te piranjat. Pas daljes me shumë ujë nga Big Brother VIP Albania, Joz Marko është vendosur në qendër të vëmendjes. Kurioziteti i fansave është i madh se ku ndodhet këngëtari. E së fundmi, producenti i emisionit Piranja, Vojo Bregu, ka publikuar një foto me Jozin ku duket se është ndodhur në zyrat e piranjave. Kjo foto ka ngjallur shumë kuriozitet e ka ngritur shumë pyetje sepse ndodhet Jozi te zyra e piranjave. Mos Jozi do të bëjë një denoncim apo rrëfim për prapaskenat që shumë njerëz nuk i dinë. Kjo mbetet për t'u parë në vazhdim, por ka ndodhur edhe më parë, duke demaskuar produksionet por edhe banor në veçanti. Piranjat, emisioni i suksesshëm edhe para disa javëve u mor me temën e gjestit, teksa nxorri zbuluar mashtrimet që ishin bërë në emër të tij, duke mbledhur mijëra e mijëra euro vetëm për t'i dërguar helikopter apo dron, lekë të cilët kishin shkuar në xhepin e mashtruesve. Duket se kësaj here Jozi ka vendosur t'i jap ekskluzivitetin piranjave pasi të gjithë po e kërkojnë për një intervistë që pas incidentit në gjysmëfinale ku goditi gjestin me shpull. Jozi ka vendosur t'ia jap këtë shans producentit të piranjave Vojo Bregu, i cili mësohet se është edhe me origjinë nga qyteti i Jozit. Duket se fansat me njëherë kanë shpërthyer në komente, disa duke akuzuar se po u jep mundësi dhunuesve që të shprehen, e disa të tjerë fansat të Jozit kanë thënë se mezi presin një intervistë për pikpamjen e Jozit pas gjithë asaj që ka ndodhur dhe për më tepër për arsyeën sepse goditi.